Në kuadër të rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, kapitujt që i dedikohen arsimit dhe kërkimit shkencor, sipas ministres së arsimit Mirela Kumbaro, janë ndër të parët që do të përmbyllen. Dua ta nis nga kapitulli një prezantim të shkurtër, kapitulli 26, që është kapitulli për arsimin, sepse praktikisht i kemi mbyllur të gjitha ato piketat dhe detyrat e shtëpisë që kishim nga Komisioni Evropian, ndërkohë që flasim me vendim të Këshillit Ministrave është krijuar Inspektoriati Qendror i Arsimit Parauniversitar, si dhe kemi miratuar në qeveri, jo më larg se para një jave, projektligjin për ngritjen e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Dhe me miratimin e këtij projektligji edhe në kuvend, ne plotësojmë 100% piketat përmbyllse në raport në procesin e integrimit. Agjencia Kombëtare e Shërbimeve Arsimore, institucioni që do të administrojë testimet, ministria tha se do të ngrihet me ekspertizë të Universitetit të Cambridge-it, ndërkohë gradualisht do të rritet buxheti për kërkimin shkencor. Paketa e vendimeve e akteve në ligjore, të cilit pothuajse është mbyllur, tjetër detyrim ky, dhe në rang vendi buxhetet publike për kërkimin shkencor kanë kaluar në 0.3% të prodhimit brendshëm bruto, nga 0.01% që ishte në vitin 2021-22. Le të themi që standardi që na kërkohet është që deri në vitin 2030 ky nivel, kjo përqindje e buxhetimit për kërkimin shkencor të shkojë në 1% të prodhimit të brendshëm bruto. Paralelisht po ecet dhe me projektin e përbashkët të qeverisë shqiptare dhe asaj franceze, hapjen e liceut francez në Korçë. Pas përgatitjes së kurikulave, në Këshillin Kombëtar të Territorit është miratuar projekti i kampusit. Do të ndërtohet brenda territorit ku ndodhet godina historike e liceut francez, e cila do të vihet dhe ajo në dispozicion të shkollës, ku do të shtohen dhe 2 ndërtesa të reja. Drejt fundit, sipas ministres së arsimit, është dhe përditësimi i kurikulave për klasat e para, të 6-ta dhe të 10-ta. Një pjesë e lëndëve do të përmirësohen, ndërsa tekstet e gjuhës dhe qytetarisë do të jenë krejtësisht të reja.